الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne dim se Allahu Dhul Gjelal na porosit për çdo punë të dobishme për ne dhe për shoqëri. Na ndalon nga çdo vepër e cila është e dëmshme për ne dhe për mbar njerëzi. Andaj Allahu Dhul Gjelal në këtë ajet thot: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Besimtarët dhe besimtarët, pra dy gjinit. Islami nuk është vetëm për meshkujt. Islami nuk është vetëm për hoxhallarët. Islami është për të gjithë muslimanët. Andaj, wal mu'minuna wal mu'minat, besimtarët dhe besimtarët, ba'duhum awliya'u ba'd, janë dashamir të njëri tjetrit. Do më thonë, Allahu Dhul Gjelal gjukon se besimtar, a është njëri musliman, a është tjetra muslimane, zakonisht janë dashamir të njëri tjetrit. Këtë dashamirësi duhet me vërtetu. E çka bëjnë me to? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Njëri tjetrin e urdhërojnë në vepra të mira dhe ndalin nga e keqja. Nuk janë musliman vetanak, të shpëtoj une për tjerët pak punë. Jo. Çka thot sallallahu alaihi wasallam me hadithin e tij të shtuar: "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Nuk mund të askush të hyjë në xhennet derisa nuk beson. Nuk hini në xhennet derisa nuk besoni. "Wa lan tu'minu hatta tahabu." Dhe nuk do të jeni besim drejt dhe me besim të plot derisa nuk duheni mes vetë. Ne këto hadithe i përcjellim edhe hoxha e thot, edhe xhamati e ngon, jo vllajdash. Duhet me ndalë të shumë serios. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk do të hish në xhennet derisa nuk beson dhe nuk ke besu derisa vllaun tënd nuk e don. E pra, sa e duhemi ne mes vete? Nga isharetet, nga shenjat që e don dikush diken të bën dua për to an dhahril gaib, duke mos qenë prezent. Se ne kështu me njëri tjetrin kur jemi bëjmë dua, Zoti të shpërblefte, Zoti të ruajte, Zoti kështu, mirë. Por sa bëjmë dua kur nuk është dikush në mesin tonë. E kundërta, kur nuk është në mesin tonë, ne në vend të bëjmë dua, e marrëm në përgoj. Në vend të bëjmë dua, ne e përkeshim. Zoti na rujt. E çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur dikush bën dua për dikend, qofti sëmur për shërim, qofti ka gabu për udhëzim, kështu me radhë bën dua për to, me laqet thojnë amin walaka mithlu. Kush thot amin për ty, thojnë me laqet. E çka thojnë me laqet kur ti bën dua për vllaun tënd? Kur muslimania bën dua për muslimanen, me laqet thojnë amin. O Zot, pranoje duan e këtij,
po edhe këti jepi atë që thot për atë që ka lutet. Kur i thua, o Zot, jepi të mira filanit, melaqet thënë amin, o Zot, ama edhe këti jepi të mira. Cila dua pranohet më shumë, e imja për e melaqeve? Kush është tu favorit? Kush fiton? Kur dikush bën dua për dikend, kush fiton? Ai për të cilin bën dua, apo ai cili bën dua? Fitues është ai cili bën dua. Po pse është fitues? Se melaqet thënë amin wala kamithli. Melaqet thënë amin, edhe ty Zoti të dhash atë që lutesh për vllahun tënd. Melaqet, ti bën dua si njeri me gjunahe, si i dobët, si jemi ne, bëjmë dua për njëri tjetrin, a në atë moment melaqet bëjnë dua për ne. Kjo është mirësia. Me bën dua për njëri tjetrin në shenja që ne e duam njëri tjetrin. Pastaj ya'muruna bil ma'rufi, dhe e urdhërojnë njëri tjetrin në punë të mira. Çfarë është e mirë e bën vetë, njëherë mas pari duhet me bë vetë. E pastaj me i urdhënu edhe tjerët. Kur ti e fal namaz dhe e din se pa namaz nuk ka islam, pa namaz nuk ka shpëtim, andaj këto nuk e do në vesh për vete, po ju althu edhe tjerëve. Kur e din ti se gjunahi është i damshëm, gjunahi të rrezikon sevapin, madje ka gjunahi që të rrezikojnë edhe imanin, e çka bën? Ato gjunahe që nuk i ban vetë, por e shef se dikush e ban, ti mundohesh të ndalësh. Dhe kjo është një cilësi e besimtarve të vërtet, të drejt. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Çka është ma'ruf? Shumë herë Kurani Kerimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendin fjalën ma'ruf, munkar. Me urdhëru në të mirë, me ndal nga e keqja. E çka është kjo? Ne i thomi e mirë. E mirë ndryshe i thotë arabisht, hasan. Po ma'ruf është diçka tjetër. Ma'ruf është çdo punë të cilën e don Allahu dhul xhelal. E pëlqen shariati. Çdo punë që e pëlqen shariati i thonë ma'ruf. Çdo punë që nuk e pëlqen shariati, Islam i thonë munkar. Pra, e pëlqyeshme dhe e urrejtur. Njëri tjetrin e urdhërojnë në të mirë dhe e ndalin nga e keqja. Dhe nuk janë, edhe njëherë them, nuk janë vetanak. Nuk thonë mu së më intereson. Filoni si është vëlla, fal namaz, së më intereson. Subhanallah. A me thonë dikush diçka keq për to, me njerë i intereson. A po, bashkangjitet, aktivizohet me njëherë, nëse flitet, stakfirullah keq. Po nëse bëhet halja, fal namaz, a xhiron Ramazan, a jep zeqat, a bon punë të mira, nuk i intereson. Kjo nuk më intereson, është shumë e damshme, o vëllezër të dashur. Shumë e damshme. Me ato nuk më intereson, bjen edhe familja poshtë. Që dikush për shembull nuk i interesohet për evladin, ama janë rritë çka duan e bëjnë. I thonë njënit o vëlla, a be fëmijët tu nuk po falin bre namaz, po flitet se nuk janë rregulla, se o janë rritë, mo çka duan e bëjnë. Ja, kështu ma, te ne nuk ka, atje në Evropë, fëmija si ti bëj 18 vjetë edhe mo ti s'ke drejt ti folish. E u ka rritë mo, ka dalë mo, ka dalë mo pi kontrole, jo vëllezër. Në Islam e vladi nuk duhet dalë nga kontrole e prindit sa t'jen gjallë. Andaj nuk kom interesant. Është një rast shumë interesant. Suleiman Kanuni, sultani Osmanli, më i fuqishmi dhe sultanati Turqia si shtet, në kohën e tij ka qenë më në kulm të përparimit e teknologjisë, të fuqisë, në kohën e sultan Suleiman Kanuni. Po ai kishte pas lexu dhe kishte hasë, ka lexu dhe kishte mrin atë se çdo gjë se kur mrin kulminacionin fillon të bjerë. Për shembull edhe njeriu rritet, njerë sa një 30 vjetë diçka, 40 vjetë kompletohet, e mandej arritet mo, fillon kështu. Çdo gjë sendi shkon sa shkon për pjetë, pastaj fillon të bjen, edhe shtetet janë çashtu. Andaj kur e kupton ai këtë, i shkruan hoxhës vet, që e ka pas hoxh personal. Dhe shumë i ka respektu ulemon,
Është një rast shumë interesant në lidhje me këtë, po ta kryjmë këtë. I shkruan hoxhës vet, Hoxhë Efendi i nderuar, a bën të më tregoni kur fillon shteti të bjen? E merr të poshtë. Ja kthen hoxha përgjigjen, nuk më intereson. Hiç në rregull. E merr e lexon, hoxha thot nuk më intereson. Ai e ka ditë se hoxha ka qenë shumë i interesuar, shumë i kujdesshëm, shumë dashamir i shtetit, i popullit. Ja Rabbi. I shkruan edhe një herë, ja kthen të njëjtën përgjigje. E çka bën ki? Jo ta thirrë, shkoni merr një hoxha, çon një policin, ose hoxha duhet veçte unë. Jo. Ngrihet vet. Ati edhe lip termin. Kërkon leje hoxha, a më pranon, kam një dert, kam një bisedë. Eja thot, filon vaktin, filon kohën. Filon dite, filon kohën, eja. E pranon hoxha. Shkon ki, kur shkon e pret normal, edhe pas një bisede si ke hallet, si e kem zakon, pas ta i thot, Hoxhë Efendi, thot, ko marrë me një punë. Ko marrë për një punë, thot, jam bo shumë merak, jam mërzit. Hajro Allah, që ka? Po 2 herë të ju shkrujta unë juve, kur merr shtetit të poshtën, ju më përgjegjet mu nuk më intereson. Hiç nuk më hinë kryje kjo që juve mos ju interesoj. Tha, jo, se ke kuptu. Po unë jam përgjegj. E cila është përgjigja? Shteti e merr të poshtë, familja e merr të poshtë, shoqëria gjithashtu, qoftë shkolla, qoftë komuna, qoftë çfarë tjese. A di kur e merr? Kur fillojnë të thojnë mu s'm intereson. Tha, unë të kam thonë që, kur e merr të poshtme, kur të fillojnë njerëzit të thojnë, mu kjo s'm intereson. Atëherë merr vesh taj, se hoxha me temsili ka thonë, që kur merr të poshtme, kur fillojnë të thojnë njerëzit, mu s'm intereson. Nuk ka në islam mu s'm intereson, o vëllezër të dashur. Neve duhet na interesoj çdo gjësendi. Rasti tjetër që është shumë interesant me këtë sultan, të drejtë, të fuqishëm, çdo herë kur kish desh të marrë ndonjë vendim, se kish bërë krye më vete, i kish konsultu ulemaja që kanë qenë, i ka konsultu, edhe ato i kanë dhënë përgjigje, këtë punë është mirë me bë, i kanë dhënë leje. Do një propozim tjetër e ka patur, i kanë thonë nuk banë. Për shembull, Sultan Sulejman Kanuni ka dash të fuse landën fetare, landën islame, në për shkolla edhe të jo muslimanve. Shkolla jo musliman, edhe ki ka desh landën fetare, mësimin e fes, të fuse edhe në për shkollat e tyre. Ulemoja se kanë lanë. Shehul Islami ka thonë, ja, mos ja u impono. Ato po tjenë musliman, ju duhet mësimi i dinit, po pasi nuk janë musliman, pse me va imponu edhe është tërhek. Kështu pra, qa që ka qenë serios, është tërhek. Ka raste që është tërhek nga projektet, nga mendimet e ti, duke mendu se është pozitive, por ulemat i kanë thonë jo edhe jo. Gjdo herë ka marë fetfa, edhe ato fetfajat me shkrim, i ka rujt. Kur i vin vdekja, len vasijet që një sanduk, thot këtë sanduk në shejë, me dri, këtë sanduk thot, kur të më lëshoni në varë, edhe sandukin të lëshoni me mu. Subhanallah, vasijet e kalon, kur në ronjet, e marin familja, gjenazen, sandukun, mirë po kur bëjnë të lëshoni sandukun, ulema e thë ndali, sa shkjo, kjo është bidat. Qka lip sanduku me gjenazen? Valla e kalon vasijet. Ma nuk është në rregull. Mandej, e di si e kemi tene, bëhet zakon, mandej. Pas jaj e futën me një sanduk, hajde dhe ne babës, që alom një sanduk të në varë. Jo, ulema e thonë, jo, nuk ban. Po qka të bëjmë? E qeli, marin vetë ato, marin vendim, fetfaz, bashku ulema, edhe e qeli. Kur e qeli në sandikun, qka gjenë ati? Të gjitha fetfat që i ka lip prej ulemave, i ka fut në sanduk, edhe në fund të ka shkruajtur një letër. Zot, unë këtë sanduk e marr me vete, kur do më pyesësh në ditën e gjykimit por ndonjë punë që ndoshta s'ka qenë rregull, edhe do thotë Zoti këtë punë pse e ke bë? A Zot çe,
Për këtë kam fetva prej ulemave, se kam bo kriem vete. Subhanallah, kështu kanë qenë njerëzit. Andaj, fjala së më intereson, nuk ashtë në rregull. Duhet me na interesu, mas pari për vete, me u kujdes maksimum, për evladin me u kujdes, me i hapsit, i thot populli, me i ban syt 4, o vëllezër, se situata shumë e ndërlikume. Wallahi ka noset rreziku për evladin ton, për nipat e mbesat, ka noset rrezik i ron, nuk e kontrollojmë ne. Evladin ton e lëviz tjetër kush në përmes telefonit. Çka dim ne çka shohin ato natën, në xhepe ka. Çka dim çka lexojnë ato, çka mendojnë ato. Shohin qeshit filma, shohin filma që në fund vinë deri në vetvrasje. Edhe ai të e pa atë filmin, bindet se në fund rrug dalja që ka me bo vetvrasje. Zoti na ruaj. E tjera. Andaj kujdesi duhet me qenë maksimum. Pas familjes pastaj duhet me dalë edhe në kujshin, gjedi, me adesht mirën njëri tjetrit. Nëse e shohim dikon se bën një gabim, t'ja tregojmë se është gjuna. Nëse e shohim njërin se nuk fal namaz, duhet ta këshillojmë. Njëri o vëllezër të dashur prej njerëzve të parë, prej muslimanëve të mirë, të shkon në xhami, ndalet te njëri, te dera ndalet. Ndalet te dera, thot subhanallah. Unë kaloj çdo ditë këtu. Unë 5 kohë të namazit kaloj ka dera e këtij, e ki nuk vjen në xhami, nuk u ndala njëherë ti trakas në derë, ti thomë, o vlla, hajde bre fale namazin. Ha? Po duhet, kjo është duhet. Edhe i ndalet, edhe i mshon derës, trokit në derë, kur deli Zoti? Urdhna, i shkon të fjeti, të pushu. Tha urdhna, tha o vlla, u ndale be të thomë, hajde të falish namazin. A për qatë tha ma keshit gjumin? A për qatë më ketë razua, turp të qaftë? Qka lip t'i bish derës të eme ti? E pështin. Kjo për njerëzit, po me irja ka bo, qka ka lip që i ka ra derës. Subhanallah. Por, ajo ka qenë shumë në rregull, a i ka lojt borgjin e vetë. Edhe ndalet ki, a i bërtet, e randon me fjalë, e pështin, bram me përplas derën, hin mrejtë. Ki ndalet ati, fillon me që. Shkon e fal namazin, vinë për sëri, prap ndalet ati, po qarë. Kuraj, i ka ra puna me dalë për shpije, të e qelë derën, kur e qelë aja ti mazdere, kitë lotë, të qarë. Pak hop, jerdhë, tha oti, tha, qa kije be, qa kije? Jo, tha, s'kam gjo, po qa kije, tha, pse qarë, prej kur qarë? Tha, merdi me qarë, amo qka puna? Tha, më falë, tash ti i bjen zemra, thot më falë, thot se të randove, të pështina, më bon halal, jo, thot, rriti, thot. Ajo që ti e sjell me mu, është për shkak të gjunaheve mia. Une jam gjunahqar, se une mos kisha pas gjunahe, ti ma kishe ngu fjallën, kishe ardhë me mu. Po une kam të meta në veten time, edhe gjunahet e mia, e kanë bo që ti mos më ndëgjesh fjallën, po bile të më randojsh e të më pështinsh, krejt kjo është rezultat i gjunaheve të mia. Subhanallah. Qëfar, dhe më thonë, veten e ka ullë, që edhe aj, për shkak kësaj sjellje, për shkak të qamurit të ti, dhe për shkak të fjalëve të ti, se ti s'ke faj është i imi, pendohet. Wallahi, thot, a bombe t'hinsh mrenda? Pse thot mrenda? A bombe t'hinsh mrenda të më tregojsh si meret abdes, si falet namazi, se unë as abdesbe nuk di me marë. Para me ndo sa larkë ka qenë njeriu, momenti sjellja e këti e ban që të hi mrenda, atëherë kur i thot që të mësojsh abdesi, namazin, atëherë hin, me knashti, hin, ja tregon abdesi, namazin, edhe je fal namazin, edhe pastaj i bashkan gjitet, edhe bëhet xhamati numër 2 mas këtij. Ai para kimro. Subhanallah. Që do të thotë këtë daveti o vëllezër të dashur, me ja desht mirën një qetit duhet kese një sinceritet, një dashni për hir të Allahut dhe me pas metodologji. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si është gjet kur ka desh sahabiun Muadh ibn Jabal, që e ka pas shumë të dashur. Muadh ibn Jabal ka desh t'ia thotë një këshill shumë të dobishme,
Ama jo kështu dire. E ka marrë për dore, fatlum kanë qenë ato njerëz, ato të ri, Muad bin Gjebeli ka qenë i ri, e merë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dore, sa e falen namazin, e ka për dore dhe i thot, o Muad, inni wallahi la uhibbuke, thot wallahi, boj bena Allahun se unë ty të dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thon, unë edhat, wallahi, inni la uhibbuke, unë ty të dua. Amun ja Rasulallah, wallahi edhe unë ty të dua. Ja Rasulallah, edhe unë ty të dua. Tha pasi, unë të dua ty, edhe ti më do mu. Unë e kam një porosi. E çfarë dhe porositje? Shkoj që a krye dhe një punë? Ti apet diçka? La. Tha, unë e kam një porosi. Mos e le pas gjdo namazi, mos e le. Muad, unë ty ta thon këtë pse të dua. Mos gabo ta lësh pas çdo namazi këtë lutje të thush Allahumme e inni ala dhikrike wa shukrike wa husne ibadetik. Thuaj Zot, më ndihmo mua të të bëj dhikr, të të përmendi ty dhe të të falenderoj ty dhe të të bëj ibadet sa, do më thonë, sa ma shumë. Më ndihmo Zot të të përmendi, pra të të bëj dhikr, edhe të të falenderoj o Zot për të mirët që më ke dhënë dhe të mundohem sa më mirë të bëj adhurimin për ty. Allahumme inni ala dhikrike wa shukrike wa husne ibadetik. Gjithat fjalët madhe përpara ja ka thonë që ta përfiton zemrën e ti. Njeri ka thonë unë ty të dua, që të bindet ai se ato çka do t'ja thot, ja thot nga dashuria. Duke bo tavaf, i thot Omerit radiallahu anhu, se Omeri ka qenë i fuqishëm, edhe ka shku te Gurizi, edhe kush ka mujt mu afru, kur të shkoj Omeri. E për mes me ju bo dëm tjerve, Omeri i fuqishëm, ka thonë Omer, ti je njeri fort, ti je njeri fuqishëm, mos shko ti qesh njerëzit prej gurit zi, se ato duhet ta prekin gurin e zi. Me fjallë tjere për pare i ka thonë një fjallë miradje, e ka lavdru, ti je i fuqishëm, ti je i fort, e kështu me radhë. Pra metoda është që kur duhem dikon ta përfitojmë zemrën e ti dhe duhet ta urdhnojmë për një punë të dobishme për ta, ne duhet të folim fjalë miradije. Për shembull e sheh një fëmijë me cigare. Vallahi kur i sheh fëmijët me cigare, të rënqethet lëkura. Pas cigares më ndej vinë edhe do gjora qera, prandaj duhet t'i ndalojmë. E shef një fëmijë me cigare, ti thosh, o djali mirë, mashallah, sa i shëndosh, sa i bukur, sa i pastër, sa i mirë, ama kjo cigarja ty të vinera, kjo është mastraf, kështu diçka. Ajo, mare, me cigare, hiq, s'ke bo kur gjo, hiq, ja kështu i natin bile. Prandaj, ajo, ud'u ila sabili rabbike bil hikme wal mau'izatil hasana. Allahu dhul Jalal me Kur'an thot urdhëroni në punë të mira, me urtësi, me mençuri, me dashuri, me sinqeritet, me qenë i mençur. Hem duhet me ditë edhe plus që dihet se punën të cilën e urdhnojmë dikon tjetër, kushti i parë është ta bëjmë vetë. Mas pari ta bëjmë vetë, pastaj t'ju them tjerëve. Punën të cilën i ndalojmë të tjerët, mas pari duhet të ndalojmë i vetë. Edhe që u duam të mirën njerëzive. Tregohet, ka qenë një grua muslimane prej të parave, ajo ka qenë shumë adhuruse, shumë ibadet ka falë namaz natë, ka hinë mosh, ka vazhdu të falje namaz. Edhe normal, familja, bijat, nipat, mbesat, i kanë thonë, mo tash ke bo dë vjetë pak, ma pak falu, e di që je falë ma. Të ne, i ka falë 5 vakët ki 5 vakët namaz, subhanallah, kanë falë namaz natë. A di që ka thonë? Unë e fali namaz, që kam qef pejgamberi të lavdrohet me namazin tem në ditën e gjykimit. Të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamber veçer, pa shiqoni ai namazin normal për hir të Allahut, ama në përmes të asaj gëzohet pejgamberi, dhe pejgamberi do t'ju lavdrohet pejgamber veçer, shiqoni një grua nga umeti im, gjithë këtë namaz e ka falë. Subhanallah.
Dhe një natë duke falë namaz, hin një iri të vjedhe, edhe kalon në për shtëpi, e kontrollon shtëpi, nuk gjenë kur gjo. Të bot dalaj, kjo jep selam, e kri, thot, o djali mirë, ku shkon? Tha, shkova. Tha, po të erdhe, pse erdhe? Tha, erdhe të marrë diçka, po s'ka pas çka të marrë, para më mendo. O djali mirë, thot, mos dil nga shtëpia ime pa kur nisaj. Ne i them durthat, i themi durthat, mos dil pa kur gjo. Ai u ndar, tha, pse ke diçka? S'kish kur gjo. Tha, që kam që këtu një ibrik, ato shtama që kanë kom për para, në vetë bukalla dhe tash, e kom qëtu me ujë, tha, e tha, merë abdes, fali 2 rekat namaz, mere qatë namazin me vete. Subhanallah. Tha, po unë nuk ditë marë abdes, e tha, unë të të qesë dhe të kalëzoj. I bjen zemra, ndalët, e tha, e kështu, bismillah, laj durët 3 herë, qitë 3 herë në gojë, në unë dhe mëson, e merë abdesin, që këtu tha është kibla, fali 2 rekat namaz. Po si të falem, bëhe, tha kështu, shkurt, i falë 2 rekat namaz, edhe mo ai bëhet namazli i rregullt dhe kur nuk e le. Ka hin për të marrë diçka dhe ka marrë më të shtrenjtë. Ka kujtu se del me durthat, por ka dal me më të mirën që ka marrë. Çfarë ka marrë? Ka marrë namazin. Kush u bë sebeb? Urtësia, mirësia, me pas qenë ne me njëherë telefonin, mulini, policia, hajduti, normal, tash në këtë ndryshe se endet, po kështu do të thot kanë vepru njerëzit e urtë në davet me njerëzit. Ande Allahu dhul xhelal thot, besimtarët dhe besimtarët janë dashamir të njëri tjetrit, e urdhërojnë në punë të mira, e ndalin nga e keqja. Pastaj wa yuqimuna as-salat, e falin namazin, wa yu'tuna az-zakat, e japin zekatin, wa yuti'una Allah wa rasula, dhe i binden dhe adhurojnë Allahun dhe respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, për fund, ka qenë një sahabi i ri. Edhe ai ka ra i sëmum. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta viziton. Ai kur e shef pejgamberin se ka ardhur ta vizitoje, fillon të qarë. Ishte mërzitur shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos u mërzit, inshallah dëshirohesh. Bëj dua Allahu të dëshiron sa më shpejt. Amin ya Rasulullah. Allahu ta pranov duan. Ama unë nuk qaj pse jam i smut, as nëse vdes, nuk e kam problem. Por qajta për diçka tjetër. Çka më puna? Tha që 3 ditë nuk kam dalë në xhami, të kam pa. Dhe më ka marrë malli për ty. Dhe kur të pash ja Rasulullah, më shkoj mendja, për 3 ditë ka që më mërzit. Por në botën tjetër, pejgamberi garant është në xhenet, dhe në xhenetet më të larta, e unë ja Rasulullah, nuk di, a do t'jem në xhenet li, apo nuk do t'jem. Por, edhe sikur të jem në xhenet, o pejgamber, unë dhe jem në grada të ulta, ti do t'jesh në grada të larta, a thu do të më japin leje, kur të marrë malli, të të vizitoj. Subhanallah, çfarë derti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk foli. Ma yantiqu anil hawa. Ai nuk fol për vetvetes, thotë, mos u mërzit, ai ti me mua, a ke po donjë, hoç, a do marrësh në mua në xhenet? Çfarë është? Nëse është hajgare, tallje, kjo shkon deri në kufër. A nëse është nga ajo se mendon se ki nuk është për xhenet, dhe marrë hoxha, jo valla. Në xhenet të merë imani dhe ameli jo. Edhe inshallah shefati pejgamberit. Ama duhet pat kujdes këtë drejtim. Edhe pejgamberi nuk foli. O vëllezër të dashur, prej mbi arshi Allah vjen Gjibrili alayhis salam me ajet kuranor, ja kushton që këtij djalit për pyetjen e tij bjen përgjigje. Ja Rasulullah, ti do të jesh në grada të larta, unë do të jem më ulët, a do më japin leje të të vizitoj. Vjen Gjibrili alayhis salam me ajetin madhështor. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Që do të thotë, kush e adhuron Allahun dhe respekton pejgamberin, ai do të jetë në xhenet
Fa ulaike ma alladhina an'ama Allah, me ata që Allahu i ka ngritur, i ka beku, i ka begatu. An'ama Allahu alehim minan nabiyyin, me pejgamberët, was siddiqin, me njerëzit e mirë si Ebu Bekri e tjerë, was shuhada, me shahidët, me dëshmorët, was salihin, me njerëzit e mirë. Po që këto janë xhennetit, pejgamberët, siddiqinët, shahidët dhe auliat. Ve hasuna ulaika rafika, o sa shoqëri e mirë është që kjo. Zoti na bashkoft me këtë shoqëri. Dhe djaloshi u gëzu, u disponu, kur e mori përgjegjen, se atje kishte problemin, a dhe mund ta shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen ajeti madhështor, se sikur ki që e ka adhuru Allahun, e ka respektu pejgamberin, e ka dash pejgamberin, ki dhe njerëzit sikur ki, do t'jenë, me atë që u përmendën, u bërahat. Tha ja Rasulullah, për mu tash është e njëjtë, a u shërova apo vdiqa, nëse shërohem, dhe kënaqem me ty, nëse vdes, jam garantu se Allahu dhe të më bashkoj me ty në xhenet. Allahu në xhenet në bashkoft të gjithë. Ne jemi mo në të dheqen e dytë të magfiretit, Allahu në bëh magfiret të gjithë. Lusim Allahu dhu gjelal, ibadetet tona që kemi botën a i ketë pranua, këto ditë edhe ne që na kanë bet të ashtojmë edhe pak më tepër ibadetin, namazin, leximin e Kuranit, jënë ditët e sadakajeve, të zeqatit, të hajratit, ka njerëz nevojtar, kush i njeh, kush ka mundësi me ndihmu, se çdo punë e mirë që bëhet në Ramazan shpërblehet më shumë se jashtë Ramazanit. E lusim Allahun dhu gjelal, rinin tonë në Islam të forcon. Pleshve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfurit tonë të pasuron, të samurët tonë të shëron, të vdekurit tonë të mëshiron, mbarë muslimonve në rruzëllin toksor, Allahu të ndihmon, gjakun e të pafajshmeve, Allahu të kursen në këtë muaj të bekuar, ja Rabbel Alamin, neve dhe familjet tonë nga çdo vështirësi, fatkeqësi, telashe, e kësaj bote dhe ahiretit, Allahu të na mbron dhe nga azapi xhehenemit të na mbron dhe në Jannatul Firdaus të na bashkon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.